Sana Filla, kapitulli 25. Abrahami mori një grua tjetër, që quhej Ketura. Ajo i lindi Zimranin, Jokshanin, Medanin, Midianin, Ishbakun e Shuahun. Jokshanit i lindi Shebai e Dedani. Bijtë e Dedanit ishin Ashuritët, Letushitët e Leumitët. Bijtë e Midianit ishin Efahu, Eferi, Enoku, Abidai e Eldahu. Të gjithë këta ishin bijtë e Keturas. Abrahami ja la Isakut gjithë pasurinë e vet. Por bijve që Abrahami kishte pasur nga konkubinat u dha disa dhurata, dhe sa ishte ende gjallë, i dërgoi larg birit të tij Isakut, drejt lindjes, në një vend të lindjes. Abrahami jetoi 175 vjet. Ai dha shpirt e vdiq në pleqëri të lume, i thyer në moshë e me jetë të gjatë dhe u varros bashkë me popullin e tij. Isaku e Ishmaeli, bijtë e tij, e varrosën në shpellën e Makpelës, që është në lindje të Mamreut, në arën e Efronit, birit të Cohar Hititit, që Abrahami e pati bler prej bijve të Hetit. Atje u varros ai e Sara, gruaja e tij. Pas vdekjes së Abrahamit, Perëndia e bekoi Isakun, birin e tij, dhe ai banoi pranë Berlahai-Roit. Këta janë pasardhësit e Ishmaelit, birit të Abrahamit, që ja lindi Hagara, egjiptiania, sklavja e Sarës. Këta janë emrat e bijve të Ishmaelit sipas radhës: Nebajoti, i parlinduri i Ishmaelit; Kedari, Adbeli, Mibsami, Mishmai, Dumahu, Masai, Hadadi, Temai, Jeturi, Nafishi e Kedmahu. Këta janë bijtë e Ishmaelit dhe emrat e tyre sipas fshatrave e fushimeve të tyre, 12 prijës sipas fiseve të tyre. Ishmaeli jetoi 137 vjet. Ai dha shpirt, vdiqe u varros bashkë me popullin e vet. Bijtë e Ishmaelit banuan nga Havilahu deri në Shur, që është përballë Egjiptit, në drejtim të Asirisë. Ata jetuan në kundërshtim me vëllezërit e tij. Këta janë pasardhësit e Isakut, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Ai ishte 40 vjeç kur mori për grua nga Padan Arami Rebekën, bijën e Betuel Arameasit dhe motrën e Laban Arameasit. Isaku e luti Zotin për gruan e tij, sepse ajo ishte shterp. Zoti ia plotsoi dëshirën dhe Rebeka, gruaja e tij, u ngjis. Djemt përlesheshin me njëri tjetrin brenda barkut të saj, prandaj ajo tha: "Pse po më ndodh kështu?" E shkoi të pyes Zotin. Atëherë Zoti i tha: "2 kombe janë në barkun tënd, e 2 popuj do të dalin prej teje. Njëri do të jetë më i fortë se tjetri, e i madhi do t'i shërbejë të voglit." Kur i erdhi koha për të lindur, ajo lindi binjak. I pari doli kuq, mbuluar i tëri si me një kun leshi. Atë e quajtën Esau. Pastaj doli i vëllai që e kishte mbërthyer Esaun nga thembra. Ai u quajt Jakob. Isaku ishte 60 vjeç kur i lindën djemt. Kur ata u rritën, Esau u bë gjahtar i aftë, njeri i fushës, ndërsa Jakobi ishte përkryer e rrinte në përtenda. Isaku donte Esaun, sepse i pëlqente gjahu, ndërsa Rebeka donte Jakobin. Njëherë kur Jakobi po gatuante gjellë, Esau erdhi prej fushës i lodhur. E i tha Jakobit: "Më lër ta përlaj këtë gjën e kuqe, sepse jam i sfilitur." Prandaj dhe u quajt Edom. Jakobi i tha: "Më shit më parë të drejtën e parlindjes." Esau u përgjigj: "Unë po vdes, ç'më duhet kjo e drejtë?" Jakobi i tha: "Mu beto tani." Ai u betua e ja shiti Jakobit të drejtën e parlindjes. Atëherë Jakobi dha Esaut bukë e gjellë me thjerza. Ai hëngri e piu e pastaj u ngrit e iku. Kështu Esau e përbuzi të drejtën e parlindjes.